Si rallëherë, Kiara Tito shpërthen ndaj këtij personi, e turpshme. Sulmet e vazhdueshme ndaj çiftit Kiara o Luiz marrin një kthes të re. Moderatorja e njohur Kiara Tito ka reaguar ashpër dhe publikisht në rrjetet sociale, duke bërë një lëvizje që rallëherë kemi parë prej saj. Shkak është bërë një ndjekse, e cila ka përdorur gjuhë të ulët dhe fyerje ndaj saj, një situatë që duket se ka kaluar çdo kufi. Ndërkohë që Kiara dhe bashkëshorti i saj, Luiz Eili, po punojnë intensivisht për projektin e tyre të madh kinematografik që pritet të publikohet në vitin 2026. Duket se fama dhe vëmendja e madhe mediatike po i ekspozon gjithnjë më shumë ndaj sulmeve të qëllimshme. Në një postim të bërë në Insta Story, Kiara publikoi emrin dhe foton e një zonje që e kishte ofenduar rënd, duke shprehur hapur indinjatën e saj. Ajo u shprehet ronditur se si një grua mund të poshtërojë një tjetër grua, duke përdorur fjalor aq agresiv dhe të papranueshëm. Kiara theksoi se nëse dikush nuk e pëlqen një person publik, zgjedhja është e thjeshtë, e injoron, jo e fyen. Veprimin e asaj zonje e quajti të turpshëm dhe u kërkoi ndjekësve që ta raportojnë adresën në fjalë. Por pas kësaj situate fshihet një realitet edhe më i rënd. Burime pranë çiftit bëjnë me dije se Kiara dhe Luizi janë prej kohësh objekti sulmeve të vazhdueshme, ngacmimeve, komenteve të ulta dhe provokimeve që vijnë jo vetëm nga ndjekës të zakonshëm, por shpesh edhe nga profile të rreme, të cilat mendohet të jenë në administrim të disa personave që vetë quhen VIP. Këto adresa fallco përdoren për të hedhur balë, për të provokuar, për të krijuar situata të sajuara dhe për të goditur çiftin në çdo hap. Shumë prej këtyre komenteve janë dashakeqe, të qëllimshme dhe synojnë të prishin imazhin e tyre publik. Kiara dhe Luizi mbeten një nga çiftet më të dashur dhe më të komentuar të publikut shqiptar, pavarësisht sulmeve dashakeqe që marrin ditë për ditë. Faleminderit që qëndruat deri në fund të videos. Nëse ju pëlqeu kjo histori dhe doni të ndiqni edhe lajme të tjera ekskluzive nga showbizi shqiptar, mos harroni të bëni subscribe, të lini një pëlqim dhe të aktivizoni zilën e njoftimeve. Na tregoni në komente çfarë mendoni ju për këtë histori. Videoja tjetër po vjen shumë shpejt, qëndroni me ne.